Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Falendrojmë Allahun fuqiplot, Allahun e falendrojmë, Allahun adhurojmë. Salavat dhe selamet Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e ndjekin e pasojnë. Të dashur vëllezër, të nderuara motra. Falendrojmë Allahun fuqiplot që na mundsoi të arrijmë muajin e bekuar, muajin e Ramazanit, muajin e magfiretit, muajin e faljes, muajin e mëshirës, muajin e vëllazërisë, muajin e përmirësimit, muajin në të cilin muslimanit i mundsohet që ta përmirëson gjendjen e tij shpirtërore, i mundsohet që ta përmirëson gjendjen e tij fizike, muaj në të cilin ai i cili ende nuk ka besuar i jepet mundësia që të beson, muaj i të cilin muaj Allahu e ka veçuar nga muajt e tjerë. Ja, Allahu na mundsoi që ta arrijmë edhe këtë vit. Falendrojmë Allahun subhanahu wa taala, siç e dim sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjeneratët e para, 6 muaj me radhë e kanë lutur Allahun që Allahu t'u mundson të arrijnë muajin e Ramazanit. E pasi që ka përfunduar muaji i Ramazanit, 6 muaj me radhë e kanë lutur Allahun që Allahu t'u pranon agjërimin e muajit të Ramazanit. Ne shpresojmë që Allahu na i ka pranuar lutjet që të arrijmë muajin e Ramazanit, pasi që arritëm këtë muaj të bekuar. E tash, lutim Allahun që Allahu të na mundson këtë muaj ta shfrytëzojmë me shumë ibadet, me shumë adhurime, me shumë vepra të mira, që sa më afër Allahut të jemi dhe të na mundson ta kryejmë këtë muaj. Ne arritëm, por a do ta përfundojmë ajo, këtë vetëm Allahu e din. E pasi që të na mundson Allahu ta përfundojmë këtë muaj me agjerim ibadete, atëherë do ta lutim Allahun që Allahu të na e pranon këtë ibadet, këtë adhurim. Masi që muaji i Ramazanit është muaji i përmirësimit, muaji ku njeriu i mundesohet ta përmirëson gjendjen e tij, ta përmirëson moralin e tij, ta përmirëson sjelljen e tij. Nëse ka qenë i keq ose me një sjellje të keqe ose me disa cilësi karakteristika jo të mira, me arritjen e këtij muaji, muajit të Ramazanit, ati i mundësohet që ta ndryshon vetin e tij. Fillojmë me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjithë këtë muaj, muajin e Ramazanit, ne do t'ju përcjellim juve ka një mesazh, pyetjet në të cilët është përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në çdo ditë të muajit të Ramazanit ka një përgjigje në të cilën është përgjigjur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Përgjigja e parë që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një pyetje që është parashtruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e transmeton djali i Omerit radiallahu anhu, Abdullah bin Umar radiallahu anhuma, qoftë Allahu i kënaqur me të dy, thot pyetjen e parashtron një njeri i cili vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë transmeton Abdullah bin Umar radiallahu anhuma, thot një njeri erdhi, një burr erdhi i dërguari i Allahut dhe ne thot ishim bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, ayul muslimina khair?" Cili prej muslimanëve është më i mirë? Ne jemi musliman, ne besojmë në Allahun, jemi nështruar Allahut, i nështrohemi atij, Allahun e adhurojmë, u përmbahemi rregullave të Allahut, e duam dinin fein e Allahut subhanahu wa taala, Islamin që ka zgjedhur për ne si fe. Pasojmë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jemi musliman, xhamiat mbushen me musliman, rrugëve takojmë musliman. Mirë po, dikush është më i mirë, dikush është më lart, më i ngritur, dikush është më i zgjedhur, dikush është më i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Andaj, ky si musliman, si sahabi, i cili erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deshte të zbulon se cili prej muslimanëve është më i mirë. I tha: "Ja Rasulullah, ayul muslimina khair?" Cili prej muslimanëve është më i mirë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj me një përgjigje shumë të rëndësishme, e cila përgjigje do të ekziston deri në kiamet. Dhe të cilës përgjigje ne duhet dhënë shumë rëndësi dhe të jemi musliman të tillë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslimani më i mirë, ose më i miri nga muslimanët, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai i cili nga
gjuha dhe dora e të cilit janë të ruajtur muslimanët tjerë. Nga gjuha dhe nga dora e të cilit janë të mbrojtur muslimanët tjerë. Përmes kësaj fjale, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na jep një mesazh shumë të fortë. Përderisa muslimanët e tjerë, përderisa njerëzit e tjerë nuk janë të ruajtur nga gjuha jote, i ofendon, i lëndon, i nënçmon, i përçmon, i përgojon, i përbuz. Përderisa ata friksohen, kanë frikë çdo herë kur përmendet emri yt, e din se ti do të flasësh keq për ata, e din se ti flet keq, e din se gjuha jote po shan, po ofendon, dhe ata kanë frikë që të ulen me ty, kanë friksohen që të kalojnë kohë bashkë me ty, ata nuk duan që të shoqërohen me ty, për shkak të gjuhës tënde. Një prej pjesëve, organeve të trupit të njeriu që më së shumti do të jape ose do të dëshmon kundra njeriu është gjuha. E për shkak të së cilës gjuhë njerëzit e tjerë nuk janë rahat. Nëse njerëzit e tjerë nuk janë rahat, Islami yt nuk është i plotësuar, nuk është i kompletuar. Se për qenë musliman i mirë, duhet të tjerët të jenë rahat, të ruajtur nga gjuha jote. Kur përmendet emri yt, ata e din se ti nuk fol për të tjerët. Ata e din se ti nuk i nënçmon. Ata e din se ti nuk shan, nuk ofendon. Pra janë të ruajtur dhe janë në rahat. Dhe dy, nga dora e të cilit janë të ruajtur muslimanët e tjerë. Ata e din se dora jote nuk vjedh, se dora jote nuk umshon. Ata e din se ti nuk ju bën dëm, nuk i dëmton, sepse gjithashtu prej organeve të trupit të njeriu që më së shumti i shfrytëzon njeriu janë durt. Prandaj ka përmend pejgamberi sa gjuhën dhe durt, se me këto më së shumti që njeriu lëviz, vepron, qoftë me fjalë, qoftë me prekje, me bartje e kështu me radhë. Për të qenë Islami jon vëllezër i kompletuar, të kemi kujdes si çka flasim, të kemi kujdes si u flasim, të kemi kujdes se me çfarë fjalë u drejtohemi të tjerëve, dhe dorët tona të mos prekin diçka që nuk është e jona, të mos shtyjnë të tjerët, të mos u amshojnë të tjerëve, të mos i dëmtojnë të tjerët. Dorët tona duhet të jenë durë me të cilët preket libri i Allahut, jepet sadakaja, bëhen punë të mira, shfrytëzohen për të mirë, sepse ne në ahiret para Allahut do të llogaritemi për gjuhën si e kemi shfrytzuar, për duart tona ku i kemi shfrytzuar. Nëse ne jemi dashamir të dashurit e Allahut, nëse ne jemi evliya të Allahut dhe jemi me Islam të kompletuar, Allahu subhanahu wa taala do ta bën që me gjuhën tonë të mos flasim gjithçka dhe me durët tona të mos prekim gjithçka. Ky është mesazhi i parë dhe kjo është përgjigjja e parë në pyetjen që ju parashtrua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cili musliman nga muslimanët e tjerë është më i mirë. Allahu na bof prej tyre ya rabbel alamin.